ekonomisë, kulturës dhe inovacionit, të nderuar pjesëmarrës. Është një moment vërtet shumë emocional ky, që ndodh gjatë panajirit të tretë botimeve akademike dhe shkencore, tashmë një traditë ku Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit tërheq vëmendjen me çmimet e saj që jepen gjatë panajirit. Janë dhënë 2 çmime, ose më saktë, është njëri komunikuar dhe është dhënë, dhe çmimi i dytë do të jepet tani, një për shkencat shoqërore dhe albanologjike që u nda ditën e parë të panajirit, dhe atë çmime mori Ditari Tranzicionit, një vepër e akademikut Anastas Angjeli, dhe sot jemi këtu pra për të zhvilluar këtë ceremoni, për të ndarë çmimin për shkencat natyrore teknike, për autorin dhe për librin, le të themi, më të vlerësuar të panajirit. Për këtë gjë ja kaloj fjalën drejtoreshës Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit, zonjë Salda Bardhili. Faleminderit zoti Tole, përshëndetje të gjithëve, të nderuar akademik, të nderuar kryetar për Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit, Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Është shumë e rëndësishme që ta mbështesim librin në tërë komponentët e tij, dhe ky panajir, i cili vë tekstin pikërisht tek libri shkencor, libri akademik, është më shumë se sa një panajir, është një mesazh, mendoj, për nevojën që kemi për të mbështetur pikërisht tek mendimi, tek shkenca, tek bota akademike, tek nevoja për një lloj debati më të thellë shoqëror që na vjen pikërisht nga këto botime që janë tepër të nevojshme për, mendoj, për shoqërinë, për kulturën dhe për zhvillimin e një vendi. Çdo vit Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit, për të mbështetur pikërisht këta punëtorë të fjalës, për të mbështetur mendimin, studimet shqipe, bashkë me 2 akademit jep 2 vlerësime të rëndësishme në këtë fushë, 2 vlerësime në botën e albanologjisë dhe studimeve, dhe përgjatë këtyre 3 viteve mua vjen mirë që ne kemi nderuar emra që vërtet kanë sjellë kuota të larta pikërisht në shkencën shqiptare. Përpara se të shkoj edhe t'i kërkoj kryetarëve që të lexojnë që cilët do të jenë fituesit që neve kemi nderuar këtë vit, do doja të hidhesha në kohë dhe të kujtoja sot pikërisht autorët që neve kemi vlerësuar përgjatë 2 viteve të këtij panajiri. Në vitin e parë të këtij panajiri me çmimet u vlerësua pas vdekjes akademik Artan Boriçi dhe akademik Alia Liu nga Kosova. Ne vendosëm që çmimin e librit studimor ta quanim çmimin Jakov Xoxa, duke qenë se ky viti një vit më parë përkonte edhe me 100 vjetorin e lindjes së një shkrimtari të rëndësishëm të letrave shqipe, dhe me këtë çmim u nderua pikërisht studiuesi i njohur nga Kosova, Sabri Amiti. Vetëm disa ditë më parë ne nderuam me çmimin e veprës më të mirë studimore, një vepër e cila kishte të bënte pikërisht me mendimin ekonomik shqiptar, dhe me këtë çmim u nderua akademik dhe profesor i njohur, njëri i njohur i fushës të studimeve ekonomike, profesor Anastas Angjeli. Do doja të jepja fjalën tashmë kryetarit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për të thënë ndoshta 2 fjalë për këto çmime, dhe më pas kryetarit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës për të lexuar që kush janë fituesit. Përshëndetje, sikur për thënë 2 fjalë, është që dhënia e çmimeve është një moment i rëndësishëm, sepse është një formë për të stimuluar, për të vlerësuar punën jo vetëm të fituesit të çmimit, por të tërë kontribuesve, studiusve, kërkuesve në fushat e ndryshme të shkencës. Në këtë aspekt ne falenderojmë bashkëpunimin me drejtorinë e Librit dhe Leximit që akordon çmime të tilla në kuadër të organizimit të panajirit, ashtu siç edhe 2 akademit tona japin në vazhdimsi çmime të caktuara, të cilat mbajnë dhe emra të mëdhenj, siç është çmimi Çabej, çmimi Radovica, çmimi Buda e Meradh. Të tëra këto janë, siç thash, një stimulim, një vlerësim për kërkimin shkencor në Shqipëri, për studiusit më të mirë, për kërkuesit më të mirë, dhe sot në kuadër të dhënies çmimeve nga drejtoria e Librit dhe Leximit, më kam kënaqësinë të
të shpallë. Fitusin në shkencat natyrore teknike, sigurisht ne jemi çik më të diskriminuar në shkencat natyrore teknike, sepse botimet në këtë fushë nuk kanë atë impaktin që kanë dhe studimet dhe botimet në letërsinë, në artë dhe në tërsinë, në histori, në fushat sociale, cilat janë edhe më të pranueshme në lexuesi, kanë lexues më të gjerë, kurse patjetër që studimet shkencore mbeten që të vlerësohen vetëm nga homologët dhe megjithatë me gjithë të modesti që vjen këtyre studiosëve, patjetër që kontributi ama është shumë i madh, sepse janë shkencat cilat japin mbështesin zhvillimin, siç janë edhe rezultatet që po arrin tashmë ku meraku është se mos del jashtë kontrollit, siç është inteligjenca artificiale, për të bërë pak humor me që inteligjenca natyrale ka zhgënjur disi, po punojnë për artificialen dhe veçanërisht në politikë. Por pavarësisht dhe ne jemi krenar që të rinë tanë për përqafojnë gjithnjë më shumë, madje dihet që brezat e rinj janë shumë të predispozuar, më të aftë për ta përqafuar këtë, dhe që një ndër emrat më të lakuar në këtë drejtim është Mira Murati, shumë që është vërtet akoma një vajzë e re në kuadër të kërkimit shkencor, dhe që ne kemi pas kënaqësinë ta bëjmë dhe antarët të jashtëm të Akademisë së Shkencës. Kështu që më lejoni të shpall njëna fituesi, njëna kolegët tanë, sepse është antar i Akademisë së Shkencave të Kosovës, po dhe antar i jashtëm i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, dhe pikërisht çmimi vepra më e mirë studimore i jepet akademik Fezullah Krasniqi dhe akademik Naser Saiti. Për librin Procese dhe cikle termodinamike, pra që në titull ngushtohen lexuesët, me motivacionin një vepër që pasqyron zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë së termodinamikës, fokusuar në problemet konkrete të ngrohjes përmes një analize dhe sinteze të detajuar të proceseve më të rëndësishme termodinamike, duke shënjuar një arritje në studimet shqiptare. Urime. Në fakt, ky çmim nuk do të ishte i mundur pa mbështetjen e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Unë jam nderuar që këtu është Andi Qinani, përfaqësuesi i Ministrisë, i cili do dorëzojë edhe çmimin. Desha të perifrazoj një autor italian i cili thotë që jetojmë në një botë qëndrimesh të forta dhe mendimesh të dobta. Edhe si përfaqësuesi i Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Turizmit, desha të sjell në vëmendje që kjo ministri mbështet të gjitha iniciativat që i inkurajojnë thellimin e mendimit. Edhe ekonomia, edhe kultura, aq më tepër inovacioni nuk mund të bëjnë përpara pa thellimin e mendimit. Përpara se të ftoj dy bashkëautorët që të thonë emocionet e tyre për këtë vlerësim, nuk kam nderin të jap fjalën kryetarit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, zotit Mehmet Kraja. Faleminderit Alda, do të falenderoj më së pari. Vërtet ky do të jetë ndër aktivitetet e fundit të këtij panajiri dhe më duhet të shpreh mirënjohjen time të thellë për organizatorin. Organizatorët
e panairit, në këtë rast Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, po edhe Altes njëkohësisht i dëshiroj sukses punë me qendrën e saj të librit të leximit, që është e pranishme në këtë panair me ndihmën e saj të pakursyer. Ne kemi bërë përpjekje që panairet e librit shkencor dhe akademik tashmë të marrin fizionominë e tyre dhe sipas mundësive që kemi në mënyrë alternative t'i organizojmë në Prishtinë dhe në Tiranë. Kësaj radhe ishte panairi organizuar nga Akademia e Shkencave të Tiranës dhe përsëri duhet ta falenderoj për organizimin e mirë dhe ju mirëpresim në vitin e ardhshëm në Prishtinë. Atëherë, duke përcjellur urimet më të mira, zoti Fejzullah Krasniqi dhe Naser Sahiti, fjala për ju. I nderuar kryetar Gjinushi, kryetar Kraja, i nderuar panelistë nga libri shkollor edhe nga Ministria e Ekonomisë. Ju falenderoj shumë për këtë çmim. Për neve është shumë i lartë sa herë që njëri vlerësohet, puna e njerit vlerësohet, njëri një jetë i lumtur, por kur ky vlerësim ndodh nga institucionet më të larta shkencore të dy vendeve tona, ndihemi shumë kënaqësi të veçantë. Ne jemi marrë me një lami që është kryetari Gjinushi shumë të ngushtë, por në këtë lami kanë punu njerëzit e mëdhej të shkencës, sikur që është Carno, Rankin, Otto Dizeli që i vozitin makinat, dhe për neve ka qenë kënaqësi që të merremi me punë të tilla. Domethënë, kjo punë është bërë me shumë kënaqësi dhe kujtojmë se vetë shpërblimi që na është dhënë sot e ka merituar një mund të tillë. Edhe një herë faleminderit gjithëve. Cilësinë e autorit dytë, natyrisht falënderimin randpor i shkon të dy akademive, kryetarit Gjinushit, kryetarit Kraja, gjithë juve që jeni prezent, përfshirë edhe mediat. Sigurisht ne jemi shumë të lumtur që kemi pas mundësinë që ta prezantojmë këtë botim para publikut shqiptar dhe kosovar, por vlerësimi me çmimin që na ndos sot definitivisht na bën të ndihemi shumë të nderuar, është një vlerë shtesë edhe shpresojmë që po ashtu të shërbejë motiv edhe për profesorët tjerë të vazhdojnë me botimet e tyre dhe këtë mënyrë të kontribuojnë ekonomive të dy vendit. Ju faleminderit edhe një herë. Urime gjithë. Atëherë,